shpenzime dhe absolutisht asnjë përgjigje deri me tani. Mira, mund të jetë kjo një thirrje publike, zoti Koci? A mund të jetë kjo një thirrje publike? A mund ta shfrytëzojmë këtë moment, sepse sot nuk dua të flasim, as nuk të bëjmë politik. Tema ishte Mundje keq emisioni ishte për diçka tjetër shumë të më të rëndësishme se çdo smujë e India. Jo, kjo nuk po du të them atë, nuk po du ta them sepse kjo ka shumë rëndësi. Shëndeti i njeriut është me shumë rëndësi. Dhe nëse ne mund të jemi në këtë ndihmës, zoti Koci, nëse mund të jemi në këtë ndihmës që ti kontribuojmë kësaj, do të isha më shumë se sa i nderuar në këtë moment që të rëndësishëm kur unë nuk besoj se as mentori, as Enveri, as Xhevdeti, as Dardani shohin vija politike këtu. Natyrisht ne nëse mund të ndihmojmë, do të ishte e jashtëzakonshme dhe le të jetë ky një moment, kjo një thirrje e tillë. Unë vetëm dashta të tregoj një shembull tim personal, po sa të tjerë që janë më keq se sa unë. Në këtë rast dhe me asgjë kjo qeveri nuk ka bë për këta njerëz. Absolutisht nuk ka bë për këta njerëz. Dhe është turp që ilaçi i cilin e marrë ka pagu i vet. Ekziston listën e barnave esenciale dhe ai i jepet vetëm për 2 lloje të kancereve. Këtë e ka vendosur Ministria e Shëndetësisë, e ka vendosur Vitia, ka vendosur të tjerët atje. Ka vendosur kjo qeveri. Pse ky diskriminim? Kjo mbase është çështje më profesionale për ta adresuar zoti Dugolli tek Ministria e Shëndetësisë. Unë di rrosë më vjen keq. Po, vetëm pak le ta jepni përgjigje. Nuk mund ta mbroj. Le ta jepni përgjigje